Në Kosovë, përfaqësues të bizneseve thonë se gjatë 3 mujorit të parë të këtij viti, mjedisi të bërit biznes është keqësuar në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit kaluar, ndërsa shqetësim mbetet edhe rënja e interesimit për të investuar atje. Gjatë prezantimit të rezultateve të një ankete për gjendjen dhe sfidat e bizneseve në Kosovë, tha se ky vit do të jetë një sfidë për ekonominë edhe për shkak të procesit zgjedhor. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu. Përfaqësues të odës ekonomike të Kosovës thonë se bizneset në vend vazhdojnë të përballen me sfida të shumta në mjedisin e të bërit biznes dhe se situata e tyre është përkeqësuar në krahasim me një vit më parë. Këto komente u bën gjatë prezantimit të një ankete të bërë me kompani që merren me veprimtari të ndryshme biznesi lidhur me gjendjen dhe sfidat e bizneseve në Kosovë. Sipas anketës, gjatë 3 mujorit të parë të këtij viti, mjedisi të bërit biznes është përkeqësuar, ndërsa shqetësim mbetet edhe rënja e interesimit për të investuar në Kosovë. Kryetari i odës ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, tha se shkalla e pakënaqësisë me situatën e të bërit biznes në Kosovë është në rritje dhe se kjo mbetet mjaft shqetësuese. Po e shihni që në 3 mujorin e parë të vitit 2014, përqindja e bizneseve që konsiderojnë situatën aktuale të pakënaqshme ka shënuar rritje krahasuar me 3 mujorin e 4 të vitit 2013, ndërsa ka shënuar ulje të lehtë në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2013. Po e shihni që do thotë shkalla e pakënaqësisë është në rritje. Në 3 mujorin e fundit të vitit 2013 ka qenë 24% dhe sot e kemi 29% që e tregon një mac vërtet shqetësues. Zoti Gërgjaliu thotë se mungesa e sundimit të rendit dhe ligjit ka bërë që bizneset të përballen me shumë sfida. Nëse bisedoni edhe sot me çdo biznesmen, është aktuale mungesa e keshit, është aktuale kamatat e larta, është do thot aktuale burokracia dhe e tëra kjo do thot e sheh sa e faktorizon rëndësinë e sundimit të rënd dhe ligjit. Dhe nëse nuk ka sundim të rënd dhe ligjit, nuk do të kemi ndërmarrësi nga ndryshimi intern, por edhe më pak do të kemi investor të huaj që do të mësojnë Kosovës. Ai thotë se ky vit do të jetë sfidues për ekonominë edhe për shkak të procesit zgjedhor. Dhe dashje pa dashje duhet të pranohet një realitet që ka pas ndikim në uljen e trendeve ekonomike. Po, kjo vjen në shprehje sidomos në vendet në tranzicion dhe në vendet ballkanike, ku është pamundur të bisedohet për probleme ekonomike pa konotacion dhe ngjyrosje politike. Dhe dua të besoj që është obligim moral i gjithë neve të bëjmë që do thotë aspiratat dhe vullnetin politik ta ndajmë dhe ta orientojmë në forcim ekonomik, sepse vetëm ekonomia dhe zhvillimi ekonomik mund të jenë garancë e stabilitetit politik, garancë e stabilitetit social dhe përshpejtues i procesit integruese që trija këto i duhen Kosovës më shumë se kur deri më tani. Edhe në raportin e fundit, Banka Botërore ka përshkuar me tone jo shumë të këndshme rrjedhën e zhvillimeve ekonomike të Kosovës gjatë viteve të fundit, me gjithë rritjen e lartë ekonomike. Aty thuhet se rritja ekonomike e Kosovës viteve të fundit ka ngecur dhe se as buxheti i këtij viti dhe as i atyre që vijnë nuk e përkrajnë zhvillimin ekonomik të vendit. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.